Po e qka nëse, se edhe kjo, unë e mbaj men prej e vogël, kur kam shku në plazh, gjithmonë baba sidomos, më ka thonë, lagë njerë kam dur, qafen, mandej futunuj, se je ndjerësit, se je trupi o shumë nëzit, mund është me ra në i kërsh, mundet, plus po shojmë çdo ditë më shumë lajme që shumë njerëz ndrojnë jetë në plazh, në ujë, gjatë notit. Këto këshilla shumë mira, ti ka jap pavarësisht se ka jap përvojë është më e mirë sepse shkolla. Sigurisht edhe njerëz me shkollë në bazë përvojës e kanë edhe aftësinë e tyre për trajtim. Sepse përvoja është gjithçka. Realisht nëse futet më njëherë për një temperaturë shumë të lartë, në temperaturë shumë të ulët, pe një vazodilatimi shumë të madh, bëhet një vazokonstriksion shumë i madh, pastaj mund me pas rritje tensionit të përnjëhershëm, i cili mund të më shkaktojë edhe fatal qoftë në strok ose në sulm në zemër. Pra për këtë arsye ndrimi i temperaturave, për këtë arsye ky është edhe problemi më i madh që ka vera, ndrimi i temperaturave qoftë me ujë ose qoftë edhe me air condition. Pra prej një temperature shumë të ulët në temperaturë shumë të lartë ose edhe anasjelltas. Gjitha këto bëjnë probleme shumë të mëdha sepse ndrimi i këtyre temperaturave shkakton ndrime fiziologjike në organizëm, të cilat për shkak të pikërisht këtyre ndryshime mundën me ardhe te fatalitetet të ndryshme.